Këto 2 ditë, kryeministri Rama zhvilloi një vizitë zyrtare edhe ai 48 orësh në Edhe Izrael. kjo nuk është vizitë zyrtare sotore, është një vizitë pune. Ta shpjegoj, është në kuadrin e atëherë në këto ditë. Po, të konferencës për antisemitizëm. Po. Edhe ka vizitë, sepse kujtohet gjithmonë është dita e kujtimit, është 27 janarit. Po, dita ndërkombëtare. Po. Dita ndërkombëtare e kujtesës. Unë para 6 vjetësh kam qenë në vizitë zyrtare me presidentin Meta në të njëjtin aktivitet. Ka qenë presidenti Mattarella, kishte nga gjithë bota, ishte nivel kryetar, dhe jemi kënaq me të drejtë. Por unë pata një aksident, përplasa kokën, dhe mu fryll koka kaq rash në detin e vdekur, se shkova atje, siç bëj notë unë gjithë dimrit në ujë ftohtë, shkova isha me 2 miq, që ishin edhe ata pjesë e delegacionit, Barisha Qirin që ishte këshilltari i sigurisë dhe ka qenë drejtori i shërbimit sekret shqiptar, dhe edhe Engjullush Bekteshi, edhe një ish ushtarak, dhe disa miqtë e mi izraelit, njëri nga ata general, më morën, më çuan në spital në Jeruzalem, shpëtova nga operacioni, më futën në skaner, kam qenë kështu 2 ditë ashtu i tronditur s'merrja vesh ç'a bëj, dhe kisha kokën e fryrë kaq, dhe kjo gjë më shpëtoi se ndryshe 2 javë më vonë do shkoja, 10 ditë më vonë do shkoja në vizitë në Kore të Jugut në një konferencë, dhe do ngelja Shanazi se kishte fillu Covidi, do mbylleshin rrugët. Kështu që i sheh Zoti ato punë se si vin, dhe mbaj mend se ka qenë unë në Izrael kam kaluar shumë javë ditë nga jeta ime, kam studiuar atje para 20 vjetësh. Jam pelegrin deri i qytetit të Nazaretit, e shkoj shpesh, e kam miq, para 3 vjetësh, siç pritën Rama, tashin pritin mua kryetari i parlamentit, kryetari i bashkisë së Jeruzalemit, ministri i jashtëm Eli Cohen, i kohës që shoku im e tjerë. Pra, marrëdhëniet e mira, shumë të mira të Shqipërisë me Izraelin e nderojnë Shqipërinë dhe janë të veçanta në raport me atë që jemi në rajon. Por sërish, mos e ngatrojmë, vizita shtetërore është tjetër gjë, dhe vizita e punës, vizita e punës është tjetër gjë. Jo, pse është kjo e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse u bë shumë kohë, unë do doja që vërtet ne me Izraelin ti shtonim nivelin e vizitave, edhe të bashkëpunimit. Izraeli është një model për të marrë si shembull. Pse? Dhe të shtojë jo vetëm me show, po të shtojë me gjëra reale, konkrete, siç për shembull vitet e fundit kemi patur fluturime direkte, ardhjen e turistëve etj etj. Po jemi ende shumë larg asaj ç'a do duhet të ishte me Izraelin. Dhe ideja që ne po përdorim një vizitë pune në Izrael në raport për treguar politikën e brendshme, ose gjërat që kemi këtu brenda, një gjëra që nuk koincidojnë shumë mirë me njëra tjetër, aq më mirë në kohën. Pse? Çfarë prodhoi konkretisht kjo vizitë nga Izraeli? Cili është produkti? Përveç show-t. Mori herë e parë që një kryeminist i Shqipërisë flet në Knesset, në Knesset, në parlament, po është vërtet. Është herë e parë dhe ky është lajm i mirë. Po konkretisht çka ka prodhuar? Kemi pasne, ka bërë vizitë shtetërore presidenti Topi. Kryeministri Nano në 97, 98 nuk është, ka bërë vizitë, shkoi madje edhe në bregun perëndimor të takoj Arafatin, edhe ka qenë Netanyahu kryeministër, edhe në Jeruzalem. Thash presidenti Meta ishte në 2020, madje nderoi me dekorat këta që erdhën asistuan një vit përpara për tërmetin. Vetë Rama ka qenë përpara. Por çështja është që marrëdhëniet me Izraelin kanë ngelur vetëm në nivel show, ende si jemi në asgjë konkrete. Tash po na thonë jo, do ketë investime në sektorin ushtarak etj. Unë shpresoj të ketë investime në sektorin ushtarak, se e njoh edhe kapacitetet, edhe cilësinë etj. Por përsëris jemi në vitin 14 të qeverisjes socialiste. Dhe në vitin 14 të qeverisjes socialiste, në raport me izraelitët, cilët nuk janë për t'u nëmlecuar dhe nuk janë për t'i llogaritur që sa herë do shkosh do i tregosh njëjtën fabul se nuk janë budallë. Nuk kemi gjë konkrete. Pa mund t'jetë bërë kjo vizitë për llogari personale të momentumit politik të kryeministrit Rama, se ne e dim që Benjamin Netanyahu ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me presidentin amerikan.
Ka nga ata që thonë, për shembull, që Rama mund... Benjamin Netanyahu ka marrëdhënie ngushta me presidentin amerikan, po për interesat e Benjamin Netanyahu të Izraelit dhe të presidentit të Amerikës. Shqipëria, prandaj tash që konkretisht unë prisja në këtë vizitë, ose mirë po të më kështë pyetur kush mua. Unë prisja në këtë vizitë që ai thoshte që po ne do ta lëvizim ambasadën nga Tel Avivi, se një apartament vogël kemi Tel Aviv, që të kuptojmë, ajo quhet ambasadë. Në një nga ato pallatet në qendër Tel Avivit dhe besoj që kryeministri s'ka qenë ndonjëherë, nuk e di ku është, unë e di ku është, edhe ku kanë apartamente diplomatët në Jeruzalem. Siç bëri Kosova. Ky do të ishte një hap. Ky do të ishte një efekt. Nuk e pash, nuk e dëgjova. Por, prapë më duhet të them që kjo është ajo që dim dhe ajo që na thon. A ka ndonjë gjë më tepër? Nuk shoh. Pas gjuhën e trupit, Rama ka takuar dhe Lapidin kur ka qenë kryeministri që është kryetar opozite. Jo, thash Bibi Netanyahu ne kam takuar dhe unë para 6 vjetësh, nuk ka ndonjë gjë, para 3 vjetësh e shumë kam prit. Mund shkoj prapë të presin kështu. Problemi është që kur bëhet një vizitë shtetërore, prandaj thash nuk është vizitë shtetërore, se kur bëhet një vizitë shtetërore shoqërohet me X ministra, X marrëveshje, koha se si do të aktuohen marrëveshjet, kapacitetet, buxhetet dhe mbi gjitha vendimarrja e madhe. Ai luti shumë mirë Rama në pikpamjen e marrëdhënies menaxherin marrëdhënie publike në mënyrë të shkëlqyer. Madje unë që e kam shok në Facebook Bibi Netanyahu, po e ndiqja është shumë bukur te kanali i tyre në hebraisht, miqtë e mi nga Izraeli që më çonin atje. Po prap në të njëjtën kohë me Ramiz Ladrovsin e Drenasit edhe me atë Dodikun e Bosnjës ishte, nuk është se ishte në vizitë shtetërore. Pra, shumë mirë, kjo është një gjë shumë e mirë, e bërë në kohën e dur, në vendin e dur, me simbolikat e dura, por le ta shohim, a do ketë ndonjë produkt. Jo, e kisha pyetje në kontekst personal, sepse kjo botë me lobingje funksionon, kështu që... Po, ti mendon se bota nuk ka hallë tjetër, do merret me hallin që ka, për shembull, qeveria shqiptare në moment me përplasjet që ka me spakun në gjykatë kushtetuese të tjerë. Mendoj që nuk ka tjetër hallë bota këtë ka. Tani, kjo vizitë e Ramës në Izrael, padyshim, sikur se pritej